Pse mbetemi te ky argument, zhvendosemi për të marrë edhe një pasqyrë, një panoramë, një guid për zgjedhjet e ditës sotme formale, se jam i kandidat në Partinë Demokratike, kam komunikim drejt për drejt kolegen Daniela Maloko. Daniela, mirëmëngjes të parit, përshëndes. Mirëmëngjes, Andi. Ju e dërguat fletën e votimit në redaksi, ne këtë çështje po diskutojmë edhe në bisedat që po zhvillojmë me shikuesit, me ata që bëjmë pjesë e programit Shtypi ditës dhe ua treguam. Ndërkohë që jeni stelin kryesorët Partisë Demokratike, ka nisur ajo procesi i votimit të referendumit cilësoj në PD dhe gjitha detajet janë me interes. Okej, një kandidat, po sa në të cilat dek votohet, sa antar janë etj. Çfarë pritet ndodhë eksaktësisht? Ka rreth 30 minuta që ka nisur procesi i votimit për kryetarin e Partisë Demokratike, më shumë se sa proces zgjedhor është referendum që zhvillohet për të votuar mbi një kandidat vetëm, që është Sali Berisha. Në fletën e votimit ka vetëm 3 opsione për një kandidatur, për të votuar pro zgjedhjes kryetarit, kundër dhe abstenim. Në fakt janë thirrur në të gjithë Shqipërinë antarësia e demokratëve për të zhvilluar procesin e referendumit për gjatë ditës së sotme, një proces që do të zgjasë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes e më tej, po në qendrat e votimit do të kryhet edhe procesi i numërimit të votave. Ajo që është enigmë dhe që nuk është sqaruar nga Partia Demokratike është numri i antarësisë, edhe pse janë 86 dek në të cilat votohet ditën e sotme, ende është enigmë numri i antarësisë, një problem i hershëm në fakt. Andi, duhet theksuar ky i demokratëve, qoftë në kohën kur po themi kryetari ishte Lulzim Basha, por edhe tashmë që Partia Demokratike drejtohet nga Sali Berisha, lista e antarësisë gjithnjë ka patur problematika për shkak, po themi, edhe të lëvizjeve të antarësisë, por një çështje që u evidentua dhe u theksua më tepër edhe në përçarjen e brendshme brenda demokratëve. Megjithatë, procesi zgjedhor i ditës së sotme është shoqëruar edhe me polemika. Ne kemi raportuar edhe më herët se nga gara janë skualifikuar për arsye të ndryshme 5 kandidat, mes të cilëve më i rëndësishme, mund të themi kështu, apo figura më politike mes tyre, Ervin Saliani, që e ka kundërshtuar procesin elektoral brenda Partisë Demokratike, duke e konsideruar si një uzurpim të kreut Partisë Demokratike zotit Berisha të, po themi, drejtimit të Partisë Demokratike, madje ka hedhur përgjatë ditëve edhe akuza ndaj këtij të fundit dhe është adresuar edhe tek Partitë Popullore Europiane për të shprehur shqetësimin e tij mbi atë që e konsideron mbylljen e garës brenda Partisë Demokratike. Megjithatë, fakti është që sot i vetmi kandidat në garë është Sali Berisha, vetë ky i fundit e ka konsideruar garë demokratike, duke ju referuar faktit që së paku antarësia është thirrur në votime, ndryshe nga ajo që ndodh në Partinë Socialiste, që ka theksuar zoti Berisha që prej 2009-s nuk ka garë dhe nuk ka proces votimi për të zgjedhur drejtuesin e saj. Të paktën në Partinë Demokratike është shprehur ai, thirret antarësia, edhe pse nuk ka një rival përballë tij, thirret për të votë besuar përmes një antar, një vot kryetarin e saj. Megjithatë, do të mbetet për të parë se sa do të jetë numri i antarëve që do të vinë përgjatë ditës së sotme. Unë do të bëj një panoramim me mendimin edhe të operatorit të situatës aktualisht në selinë e Partisë Demokratike, ku ka disa votues që edhe po kryejnë procesin e votimit. Pak më vonë, rreth orës 10-11, do të jetë edhe kreu i Partisë Demokratike, i vetmi kandidat në garë që do të hedhë votën e tij, dhe mbase do të ketë edhe një mesazh për demokratët për të, po themi, ju drejtuar kutive të votimit dhe për të patur një pjesëmarrje të mirë, sepse edhe ditën e djeshme në fakt ka patur një mesazh përmes një konference për mediat në drejtim të antarësisë demokrate, ku ka theksuar se do të ishte mirë që e gjithë antarësia të shkonte dhe të shprehte vullnetin e saj për votën, qoftë pro, qoftë kundër apo abstenim, dhe për të votbesuar, po themi, kreun e Partisë Demokratike edhe për një mandat të radhës. Ajo që vlen për të theksuar, Andi, në fakt është fakti që nuk ka patur një fushat të mirëfillt të kreut Partisë Demokratike, edhe pse sipas udhëzimit
të përcaktuar nga KOKO-e, që bën edhe gjithë organizimin e proceseve elektorale në Partinë Demokratike, dhe pse ka patur, po themi, një afat thuajse një javë për të bërë edhe fushat. Zoti Berisha ka zgjedhur që të ketë një fushat në heshtje, pra të mos ketë takime me strukturat e Partisë Demokratike, për të shprehur mbase edhe një platformë, duke i qëndruar thjesht të tezës politike se në ndërtimin e tij do të kthehet vota e lirë dhe do të mundet Edi Rama. Por po themi, edhe kjo pjesë do të mbetet për t'u parë në mandatin 4 vjeçar të radhës se sa do të realizohet në kushtet kur deri më tani nuk është plotësuar asnjë kërkesë artikuluar prej tij nga Edi Rama, qoftë një qeveri teknike apo qoftë po themi largimi i kryeministrit Edi Rama. Ajo që po ashtu vlen për t'u theksuar anti është fakti që Partia Demokratike pas procesit të ditës së sotme të zgjedhjes së kryetarit do të ketë të shtunën e ardhshme Kuvendin Kombëtar, ku po ashtu do të votohen ndryshimet në statut dhe do t'i hapet rruga edhe zgjedhjes së kupolës së re drejtuese, besnikëve të kryetarit për një mandat të ardhshëm, edhe pse në fakt të gjitha gjasat janë që zoti Berisha të vijoj të drejtoj me thuajse të njëjtët emra edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm, të gjithë po themi veprimtarinë politike të Partisë Demokratike. Po? Jo, dhe diçka për momentin, se shumë e qartë deri më tani do të kemi deri kontakte gjatë ditës, po diçka për momentin janë hedhur apo jo votat e para, këtu pjesë për interesin, se besoj tek drejtuesit e PD-s pjesëmarrja ndoshta është e rëndësishme. Mirë po, antarësia e PD-s, shpesh dhe në këto takime që ka bërë zoti Berisha, deri diku e ka kritikuar që pse me një garë, pse nuk lejove një kandidat. Kështu që me kontakte dhe me gjithçka ju keni arritur që të bisedoni dhe të kuptoni për antarësia. Është e prirur që të votoj të marrë pjesë, apo me që është me një kandidat, le themi, ndoshta nuk është shumë interesuar? Atëherë, për të mos parajgjykuar procesin, do të mbetet për të parë deri në orën 18 se sa do të jetë numri i antarësisë që do të votojnë, megjithatë në kushtet kur tashmë fituesi dihet andi pasi ka vetëm një kandidat në garë, e gjithë vëmendja është pikërisht tek numri i antarëve që do t'i drejtohen kutive të votimit për të hedhur votën e tyre. Thash qoftë pro, qoftë kundër apo abstenim ndaj të vetmit kandidat në garë. Pra pjesëmarrja do të jetë një dhënë thelbësore për të kuptuar nëse demokratët po themi janë drejtuar kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre në drejtim të zgjedhjes së kryetarit për 4 vitet e ardhshme, apo në rast se po themi do të refuzojnë që të marrin pjesë në proces. Ajo që në fakt dihet nga proceset elektorale të këtij lloji, pra të proceset elektorale ku ka vetëm një kandidat, gjithnjë antarësia është e prirur për të, po themi, thjesht të shprehur mbështetjen për kandidatin, ose në të kundërt, në rast se nuk duan të shprehin mbështetjen për kandidatin, nuk marrin pjesë në proces votimi, duke i quajtur të mirëqen faktin që zgjedhja është tashmë e ditur dhe se fituesi është, po themi, i ditur. Megjithatë, do të mbetet për të parë deri në fund procesit nëse antarësia do t'i drejtohet kutive të votimit apo jo. Patjetër, faleminderit Daniela për këtë komunikim të parë, do të kemi mundësi që të kemi tjera kontakte dhe ta ndjekim këtë proces. Faleminderit.